ndjekës në Instagram, të paktën është shifra e tilla atje, nuk di se janë real apo jo, nuk e di si ka mundur t'i mbledhë gjithë këto, sidoqoftë, një njeri me kaq shumë vëmendje pse don më shumë vëmendje, nuk dihet. Po ajo që dim është që ai ka tentuar në botën e muzikës me shumë këngë, datëlindja 1983, është 42-43 vjeç, është Labinot Rexha është nga Rahoveci, është pra një 43 vjeçar, shenja ujorit që tenton me patjetër që të hyjë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosovës, se pse duhet të jetë patjetër Labinot Rexha dhe pse patjetër duhet mbledh madje edhe njerëz që të shkojnë në dyert e klanit për të protestuar, nuk e morën vesh ende këtë gjë. Ajo që di është që në kohën kur unë isha opinionist në Big Brother VIP Kosova, më ka ardhur një mesazh pikërisht nga Instagrami i këtij personi. Do e lexoj pak më vonë se i kam të ruajtur këtu, i kam nxjerr edhe në ekran bisedat me të. Gjatë një interviste në emisionin Kosova Today, një aktor, Roki, është shfaqur me një poster ku shkruaj Big Brother VIP Kosova 4, thuaj po Labit, gjë që ka bërë bujë në rrjetet sociale. Më pas, këngëtari popullor, Labinot Rexha, ka bërë të ditur se po planifikon që të bëjë një protestë në dyert e Klan Kosovës, ku zhvillohet edhe është edhe shtëpia e Big Brother VIP Kosovës, produksioni dhe gjithçka tjetër. Ai më pas ka ftuar ndjekësit dhe me datën 29 nëntor në ora 11 para shtëpisë më të famshme në vend, janë mbledhur pak persona, shumë pak persona, sepse vetë Klan Kosova ka pasqyruar në emision të pranishmit atje, sigurisht nuk u mendua gjatë dhe Labinoti dha dhe një intervistë aty, u shikonte që njerëzit që i kishin ndjekur nuk e kalonin 10-15 persona, po egzagjeroj. Aty u bëhe ditur njëkohësisht se kjo protest ishte pa leje. Megjithatë, ajo që u mësua ishte se Labinoti kërkon me patjetër që të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosovës, sepse sipas tij, ai me sa u lexua nga intervista, ishte pa kënaqur me ajo që është bërë deri tani nga pjesëmarrësit fituesit e Big Brother VIP Kosovës. Sipas Labinoti duhet të jetë ai aty që të ndizet loja. Po pse nuk e ka ndezur Labinoti lojën jashtë, po do e ndezi brenda? Çfarë do të bëjë ndryshe ai? Sepse më shumë se sa të përmendet në mediat roz, në portale, në lajme, ndjekës në rrjetet sociale që ai ka, çfarë do japi më shumë Big Brother VIP Kosova? Por çfarë ndodhi? Mirë që protesta nuk ishte shumë njerëz. Mirë që kjo gjë nuk është gjë e mirë, sepse ai pretendon që ka mbështetje masive të popullit. Dhe kur kërkon mbështetjen masive të popullit, populli është shifra, është numra, pra sa ke arritur të mbledhësh ti aty. Ajo që na bëri përshtypje është që Labinot Rexha është gjëbitur nga policia e Kosovës për protestën para